Të jesh shqiptar e trojet e të. Drama historike, autoktonia ilire dë shteti hesh një analizë akademike mbi identitetin shqiptar, padrejtësitë historike dhe mungesën e një politike kombëtare përtej kufive të sotëm Shqipëria si një trup i ndar nga tronditjet e shekujve. Të jesh shqiptar në Ballkan është një fat i lashtë dhe një barre e rëndë. Është të mbash mbi shpinë historinë e një populli që rron në trojet e veta prej mijë vjeçarësh, por njëkohësisht të jetosh me plagët e copëzimit që fuqitë e mëdha, fqinjet dhe politikat e padrejta kanë shkaktuar. Shqiptarët janë i vetmi popull në Europë që gati të gjitha territoret etnike i ka jashtë kufive të shtetit të vet, shpesh të shpërndar në 4 shtete fqinje. Dhe kjo jo si rrjedhojë e migrimit, por si rezultat i coptimit të dhunshëm historik. Kjo dramë e pasgjidhur kombëtare nuk buron nga mitet, por nga dokumentet e ftohta të historiografisë, nga hartat diplomatike, nga procesverbalet e konferencave të Londrës, Parisit, San Stefanit, Berlinit dhe nga vetë raportet e shteteve fqinje, të cilat prej shekujsh e kanë ndërtuar identitetin e tyre mbi mohimin e autoktonisë shqiptare. Ndërkohë, shteti shqiptar, i krijuar më 1912, ka qenë përherë i brisht, i rrethuar, i dobësuar dhe shpesh i dorëzuar, qoftë nga paaftësia, qoftë nga interesat e brendshme, duke e lënë jashtë çdo mbrojtje miliona shqiptar që jetonin në trojet e tyre. Prandaj pyetja e sotme është e drejtë dhe e hidhur. Sa e vështirë është të jesh shqiptar në trojet e tua? Sa e vështirë është të jesh autokton dhe të trajtohesh si i ardhur? Autoktonia ilire. Faktet që nuk i lëkunden as kohës, as propagandës një. Bazat arkeologjike. Arkeologjia europiane është e qartë. Ballkani perëndimor ka qenë i banuar që në epokën e bronzit e hekurit nga popullsi që mbajnë trashëgimin materiale të kulturës ilire. Gjetjet në Shkodër, Mat, Korç, Ohrid, Tetov, Ulqin, Plav, Guci, Nish dhe në Thesproti përputhen në mënyrë simbiotike. Vendbanime të njëjtës kulturë, vareza tumulare identike, pajisje të njëjta, rituale varimi të pandërprera. 2. Romakët dhe grekët e lashtë i njohën ilirët si të ndryshëm nga ta. Autor si Polibi, Straboni, Plini i Vjetër, Tidlivi, Ptolemeu e Apiani i Aleksandris regjistrojnë qindra referenca për ilirët, fiset të tyre, territoret, gjuhën, zakone. Në asnjë nga këto burime nuk thuhet ndonjëherë se ilirët janë grek ose slav, por thuhet shpesh se ilirët ishin banorët indigjen të Gadishullit. 3. Dyndjet slave, shek. 6. 7. Këto dyndje e ndryshuan etnogjenezën e Ballkanit verior e qendror, por jo të bërthamës shqiptare, e cila ruajti vazhdimsinë e saj në zonat malore e të paaksesueshme. Kjo është arsyeja pse gjuha shqipe është e vetmja nga gjuhët e Ballkanit që ruan fonetikën e saj pararomake. Një vimësi e dokumentuar shkencërisht. 4. Ne nuk erdhëm, të tjerët erdhën. Shqiptarët janë sot i vetmi popull në Ballkan që mund të thot me prova shkencore. Ne nuk jemi ardhacak. Ne jemi të hershmit e këtij Gadishulli. Coptimi i trojeve shqiptare, nga Londra te Parisi 1. 1912. Pavarësia, por jo çlirimi i trojeve. Shpallja e pavarësisë më 28 nëntor 1912 ishte akt heroik, por u bë në momentin më të keq të mundshëm. Fuqitë e mëdha kishin vendosur tashmë fatin e Ballkanit. Shqipëria u njoh si shtet vetëm pasi u shkputën. Kosova, Tetova dhe Shkupi, Manastiri dhe Ohri, Plava dhe Gucja, Ulqini, Tivari, Çamëria, Janina e Parga, pjesë të Selanikut e deri në Artë. Mbretërit fqinje i morën këto territore jo sipas realitetit etnik, por sipas interesave gjeopolitike. 2. Londra, 1913. Tragjedia e kodifikuar. Konferenca e ambasadorëve në Londër e reduktoi shtetin shqiptar në një copës të cunguar që përfshinte vetëm rreth 40 i të territorit etnik shqiptar. Asnjë shtet tjetër europian nuk u trajtua në këtë mënyrë. 3. Greqia dhe dosjet e Çamërisë. Në dokumentet britanike, franceze dhe gjermane të viteve 1913-1945 rezulton qartë se Thesprotia, Çamëria, kishte shumicë shqiptare muslimane dhe një popullsi të madhe shqiptare ortodokse të helenizuar me politikë shtetërore. Spastrimi etnik i vitit 1944-45 ishte i dokumentuar dhe i planifikuar. 4. Serbia, Mali i Zi dhe procesi i kolonizimit. Serbia, mbretëri që nuk kishte kurrë qasje historike në Kosovë përpara shek. 12 e shndërroi Kosovën në projekt kolonizues. Në vitet 1913-1940 e një mbi 250.000 shqiptar u dëbuan dhunshëm nga Kosova, Sanxhaku i Nishit dhe Toplica. Këto janë dokumentet të arkivit të mbretërisë serbe dhe të Komisionit Ndërkombëtar të Paqes, 1914. 5. Maqedonia e Veriut dhe shtrembërimet demografike.
Shkupi, Tetova, Kërçova, Struga, Gostivari, Ohri, Manastiri janë zona që deri në fillim të shek. 20 kishin shumicë shqiptare sipas regjistrimeve osmane dhe raporteve europiane. Por shteti modern Maqedonas u ndërtua mbi zhvendosjen e shqiptarëve dhe mbi imponimin e një identiteti të ri slavo-Maqedonas. Shqiptarët sot jashtë kufive të Shqipërisë. Realitet i mohuar nga vetë Tirana 1. Kosova. Vetë shpallja e pavarësisë së Kosovës më 2008 është akt i drejtë, i mbështetur nga e drejta ndërkombëtare dhe nga realiteti historik. Kosova është tokë shqiptare. Por Shqipëria zyrtare ka ndjekur një politikë të butë, të matur, shpesh mos përfillëse ndaj Kosovës, duke mos ushtruar asnjëherë presion të vërtet diplomatik. 2. Maqedonia e Veriut. Shqiptarët janë mbi 30 i e popullsisë, por të marginalizuar në strukturat shtetërore, me një histori të mohuar sistematikisht. Shqipëria zyrtare nuk e ka ngritur kurrë në nivel ndërkombëtar çështjen e të drejtave të tyre kolektive. 3. Mali i Zi. Tuzi, Ulqini, Plava e Gucia përbëjnë zonë të ngjeshur shqiptare, por Shqipëria kurrë nuk ka pasur asnjë strategji të mirëfillt për mbrojtjen e tyre. 4. Çamëria. Ngjarjet e 1944-45 mbeten një nga spastrimet etnike të dokumentuara të Europës, por ende pa njohje, pa drejtësi, pa dëmshpërblim. Shteti shqiptar, për 113 vjet, nuk ka ngritur asnjëherë çështjen e çamërisë në gajde ose në Këshillin e Europës. Pse Shqipëria ka heshtur? Analizë e një shekulli mungese strategjie 1. Shtet i dobët, qeveri të friksuara. Që nga 1913, Tirana ka funksionuar si shtet i rrethuar, shpesh i varur ekonomikisht, diplomatikisht dhe ushtarakisht nga të tjerët. Në vend që të ndërtonte një doktrinë kombëtare, ka zgjedhur heshtjen, që shpesh është paguar shtrenjtë. 2. Korrupsioni i brendshëm. Në 113 vjet shtet, shumë qeveri shqiptare kanë qenë më të interesuara të qëndronin në pushtet se sa të përfaqësonin kombin përtej kufive. Sot, korrupsioni i qeverisë aktuale, hishtrirë në ekonomi, infrastrukturë, arsimin e vjedhur, tenderat fiktiv, ka bërë që politika e jashtme për shqiptarët e rajonit të jetë zero. 3. Zbehja e identitetit kombëtar. Shqipëria e pas 1990 e një nuk ka ndërtuar një narrativ shtetërore të identitetit iliro-shqiptar. Të tjerët shkruajnë libra, hartojnë tekste, ndërtojnë institute të historisë. Shqipëria jo. Sa e vështirë është të jesh shqiptar? Përmbledhja e një tragjedie moderne. Të jesh shqiptar sot është të jesh autokton në trojet e tua, por shpesh i përjashtuar. Të jesh shumicë në histori, minoritet në hartat moderne. Të jesh i lashtë si ky gadishull, por të trajtohesh si i ardhur. Të kesh një identitet mijëravjeçar, por një shtet që nuk të përfaqëson. Të kesh një diasporë që mban gjallë flamurin, ndërsa qeveritë e tua e përdorin flamurin vetëm për propagandë. Në këtë dramë nuk ka fjalë më të saktë se kjo. Shqiptarët kanë mbijetuar jo fal shtetit të tyre, por pavarësisht shtetit të tyre. E ardhmja nuk ka ribashkim pa vetëdije kombëtare. Në mënyrë akademike dhe të përgjegjshme mund të themi, bashkimi kombëtar nuk nis nga harta, por nga vetëdia, nga arsimi, nga kultura, nga ekonomia, nga diplomacia e vërtet, nga uniteti mes shqiptarëve. Vetëm atëherë kufit nuk janë mure, por ura.